Nëse po ha pak dhe nuk po dobësohesh, problemi nuk është ushqimi. Sot do të tregoj gabimin që bëjnë pothuajse të gjithë personat. Mendojnë se duke ngrënë më pak, aq më shumë do të dobësohen. Por jo, ndodh totalisht e kundërta. Çfarë ndodh? Ti duke ngrënë më pak ushqim, metabolizmi jot do të ngadalësohet. Do të vuash nga uria gjatë gjithë ditës dhe kur vjen mbrëmja nuk të përballon dot më frigoriferi. Ky është problemi, nuk është problemi se ty të mungon vullneti. Problemi më i madh është që trupi jot nuk po funksionon ashtu siç duhet, dhe nëse trupi nuk funksionon siç duhet, nuk ke se si të dobësohesh. Para se të mendosh për dietat ekstreme, duhet të ndihmosh në radhë të parë metabolizmin tënd të aktivizohet, organizmin të pastrohet nga brenda. Tretja jote duhet të funksionojë më mirë. Prandaj nëse je gati ti lësh justifikimet që do ta filloj të hënën tjetër, muajin tjetër, lër një koment këtu gati dhe unë të tregoj hapas hapi programin e dobësimit që do funksionojë 100% ashtu siç nuk e ke parë të funksionojë kurrë më parë.